Në Kërçov po mbahet kolonia e parë ndërkombëtare e artit Omer Kaleshi, një ngjarje kulturore që ka mbledhur artistë të njohur shqiptar nga vendi dhe rajoni. Nga 14 deri më 19 qershor, pjesëmarrësit po krijojnë veprat e tyre artistike, duke e shndruar qytetin në një qendër të krijimtarisë, frymëzimit dhe dialogut kulturor. Për realizimin e punimeve të tyre, artistët kanë zgjedhur edhe fshatin piktoresk Qaf, ku natyra dhe peizazhi i veçantë ofrojnë një ambient ideal për shprehjen artistike. Organizatorja e kësaj kolonie artistike, Lulzime Osmani, foli më shumë rreth këtij eventi, si dhe për emrin që mban kolonia e artit të madhit Omer Kaleshi. Ilir, duke u bazuar që nga studimet e mia, duke u mbaruar dhe duke u kthyer në këtë qytet, e kam parë se sa i varfër është ky qytet për art dhe kulturë. Pastaj jam frymëzuar gjithashtu edhe nga kolonia që është mbajtur lart në House of Art. Ka qenë një koloni shumë e madhe, gjigante, mund të them edhe më e madhja në Maqedoni. Pastaj, duke tash që ka pauzuar ajo, tash pse jo mos sjell edhe unë diçka ndryshe në Kërçov, duke i parë edhe gjithë qytetet shqiptare që kanë një aktivitet të tillë. Dhe me kënaqësi jam munduar të përpiloj projektin dhe të miratohet nga komuna që është mbështetur nga komuna e Kërçovës dhe sot të realizohet edhe fal sponsorëve që janë shumë të rëndësishëm, pa ato nuk do ishte realizuar as pak kjo ndodhi këtu që jemi thonte në qafë. Faktikisht kjo koloni vetëm se e ka merituar të jetë emri i Omer Kaleshit, sepse Omeri është një artist i njohur, i mrekullueshëm në gjithë botën ka qenë, por vetëm këtu në Kërçov nuk ja kemi detur vlerat dhe s'kemi asgjë në emrin e tij që i ka dhe rrënjët nga këtu. Prandaj edhe pse me kënaqësi të madhe edhe krenare që e mban emrin e tij, por edhe një përgjegjësi e madhe sepse duhet të organizuar ashtu siç e meriton vetëm Omer Kaleshi. Artistët pjesëmarrës në këtë koloni u shprehën të kënaqur nga ky organizim e në veçanti me ambientin e qetë që ofron fshati malor Qaf. Unë jam Ardian Kadria nga Kumanova, skulptor. Kështu, pikës pari i falenderojmë organizatorët, sidomos Lulën, që në ka bërë ftesën për me qenë këtu. Një mirëpritje kërçovare shumë e mirë që gjithë artistët e gjitha trojeve që janë kanë qenë shumë të lumtur, të gëzuar që kanë marrë pjesë edhe sidomos me mirëpritjen e Kërçovës. Jemi duke punuar normal si cili artist në stilin e vet që dëshiron. Jo. Edhe unë kështu do të thonë pak abstrakt, atë sa kemi mundësi për pak kohë, sa kemi mundën me punu diçka. Po këtu për herë të parë jam si në shtëpinë time, mendoj se unë jam vajzë për këtu, edhe kënaqësi shumë e madhe. Shumë mirë, edhe unë jam shumë e lumtur se në fillim që e mor emrin kjo koloni të Omer Kaleshit, për herë të parë që një artist e meriton këtë vend, që ka dhënë shpirtin për artin, edhe megjithëse ka jetuar jashtë, por sigurisht ne vlerësojmë shumë këtë pjesë që karriera ati shumë e gjërë artistike ka dhënë vullën shumë të madhe edhe në vendin e jashtëm si që ishte Franca, por edhe të ne. Dhe sigurisht ne e pritëm shumë mirë, për së dyti që mbahet për shembull këtu për herë të parë të ne, edhe i mbledh të gjithë artistët të shkëmbejnë mendimet, idetë e tyre kështu me radhë. Përshëndetje, nama unë jam Veton Gusia, vi nga Kosova, jam në Prishtinë, jam artist dhe organizatori i aktivitete artistike. Jam shumë i lumtur që kam marrë pjesë në këtë koloni. Kjo është kolonia e parë me emrin Omer Kaleshi në Kërçov, ku edhe është origjina e artistit të madh Omer Kaleshi. Më vjen shumë mirë që ka zgjedhur emrin e tij dhe Fisnikron edhe e ngrit zonën e Kërçovës në fal edhe më lart. Se shumë pak e din që Omer Kaleshi ka lindë dhe është i këtyre viseve të Kërçovës. Jemi me një ambient jashtëzakonisht frymëzues, jemi në një pjeshk me një pamje të jashtëzakonshme. Pjesëmarrës në koloninë ndërkombëtare të artit Omer Kaleshi është edhe Sajmir Strati nga Shqipëria, mbajtës i 11 rekordeve Guinness për mozaikët më të çuditshëm në botë.
Kam ardhur me kënaqësi më të madhe këtu për të sjellë eksperiencën time. Duke pas parasysh gjithë traditën në Kërçov, që unë jam befasuar sepse e mbajnë shumë mirë edhe traditën e veshjes, të gjuhës edhe gjithçka tjetër. Është një nga fshatrat më tipik për nga karakteristikat e shqiptare. Dhe unë kam gjetë duke punuar me material shumë të fortë, siç janë vitet industriale, kam dashur që të sjell një figurë femërore që është e butë, që do të thotë me material fort të realizoj një imazh të butë.